Banorët e fshatit Rremull në Bashkinë e Matit janë bërë bashkë për një vepër humane, rikthimin në funksion të xhamisë së fshatit e ndërtuar rreth një shekull e gjysmë më parë. Të rinj që janë në emigrim, por edhe ata që jetojnë në Tiranë apo qytete të tjera të Shqipërisë, si dhe banorët që jetojnë në Rremull, kanë kontribuar në rikonstruksionin e plotë të këtij objekti kulti. Një nga iniciatorët e këtij rikonstruksioni, Bajram Canameti, thotë se ishte detyrim moral ndaj paraardhësve për ta rikthyer këtë xhami në gjendjen normale për të përdorur nga besimtarët në ditët e sotme. Kontributi banorëve ka qenë që nga vlera më e vogël monetare, puna vullnetare e deri tek vlera të mëdha në lek. Bajram Canameti shprehet se fshati po synon që namazin e ditës së premte të festës së Fitër Bajramit ta falin në xhaminë e rikonstruktuar. Duke qenë që ky objekt shumë i rëndësishëm për fshatin tonë, një objekt fetar, kulturor dhe historik, i ndërtuar me iniciativën e një njeriu të një patrioti të rrallë me kontribute advetare të Sheh Daliut, që ishte një sheh i Matit, një figurë e cila në të gjitha sheshqet kombëtare që nga koha e lidhjes Prizrenit, në luftën për mbrojtjen e trojave kombëtare, në luftën e plavës e të Gucisë dhe i Tulqinit, më vonë në luftën për mbrojtjen e Matit në shkallën e Deshve, kishte një histori të veçantë dhe ky objekt i ndërtuar me iniciativën e tij na linte për detyrë që me që ekzistoi si objekt, pavarësisht se ishte shembur minarja, me ardhen e demokracisë, këtu në drejtimin e Hoxh Jazim Shehut, stërnipit të Sheh Daliut, i cili kishte mbaruar medresen, por mbrapa nuk ishte lejuar me që ndikoj politika në fen, filloi falja në atë xhami të parastoruar, sepse kjo ishte kthyer si magazin. Koha bori të vetën, mos mirëmbajtja, kështu që u shem kjo pjesë e përparshme, u shem dhe pak pjesë e murit, dhe unë mora iniciativën për ta nisur ndërtimin e kësaj, pavarësisht se nuk i kisha mundësi që kjo të përfundonte. Por kisha një besim se do të dilshin njerëz të tjerë që ta vazhdoshin dhe kjo u bë një realitet. Dhe ky realitet u bë në sajt të një djalit asaj familje të shehelerve, të Dionis Fiqiri Shehut, të djalit të Sheh Daliut, që kishte qenë nisëmtar, domethënë 4 breza më përpara, që kishte fut themelet në këtë pikë. Do ta falim Bajramin pas nesër këtu, në këto kushte. Në këto kushte që kemi. Dhe për kur bën Bajramin pas 2 muaj dhe ditësh që i bjen, besoj që do të përfundojë përfundimisht dhe do të jetë tamam në kushte normale, duke bërë dhe rrethimin. Përmes kontributit të përbashkët, xhamia e Rremullit jo vetëm që po rikthehet në funksion, por edhe po shndrohet në një simbol të unitetit dhe përkushtimit të ndërbreznor. Nëse gjithçka përmbyllet sipas planit, falja e namazit të Fitër Bajramit në këtë ambient të restauruar do të jetë edhe një moment i veçantë krenarie për të gjithë komunitetin e Rremullit, kudo që ndodhet.